dhe kjo krejt me tendenca politike. Problemi është që Komuna e Prishtinës qëllimisht nuk aplikon fare për leje. Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore e ka ndaluar punimet në sheshin Gjergj Bush dhe kjo krejt me tendenca politike për të bllokuar një farforme transformimin brendësor të kryeqytetit dhe kjo nuk është hera parë që një gjë e tillë apo proces i tillë po ndodh. Kështu kishte deklaruar zëdhënësi i Prishtinës Donat Lushaku në ditën kur Inspektorati i Trashëgimisë i ndaloi punimet për sheshin Gjergj Bush me arsyetimin se Komuna e Prishtinës nuk ka kërkuar leje për punë, siç e thot ligji i trashëgimisë kulturore kur punohet në afërsitë e aseteve të trashëgimisë kulturore dhe zonave të mbrojtura. Në një konferencë për media me 10 prill 2025, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Kulturës Bislim Bislimi në mënyrë kategorike i mohoi këto pretendime, duke thënë se punimet nuk janë të ndaluara por të kontrolluara. Nuk bëhet fjalë në mënyrë absolute për çfarëdo tendence as qëllimi e as presioni politik nga MKRS për bllokuar projektet e kryeqytetit. Jo rastësisht e përmenda që ne në shumë raste të tjera sa herë kam kërkuar leje, ne kemi ofruar propozimet dhe zgjidhjet tona që janë parashikuara në ligjin për trashëgiminë kulturore. Sepse ne nuk ndalojmë punime, ne kontrollojmë ndërhyrje në zona mbrojtëse kur të njëjtat propozohen qoftë nga institucionet lokale apo edhe nga subjektet private. Pra nuk janë ndaluara punimet, po janë të kontrolluara. Problemi është që Komuna e Prishtinës qëllimisht nuk aplikon fare për leje, sepse ata siç duket kanë qëllim që të improvizojnë si situatash, kur ne shkojmë dhe i ndalojmë punimet. Kurse drejtori i Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore Emer Hakaj tha se kërkesa e tij zyrtare për largim nga pozita e drejtorit të inspektoratit ka qenë si shkak i presionit të komunës ndaj Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore. Kërkesa ime zyrtare dhe ashtu edhe për mediat për largim nga pozita e drejtorit të inspektoratit ka qenë si shkak i presionit, i tejkalimit të kompetencës të kryetarit komunës, të organave drejtorëve kompetent ndaj inspektorit të trashëgimisë kulturore dhe jam munduar dhe mundona prapë me qëndruar në atë pikë për shkak se këto tash me ligjin për inspektime, me akte tjera, drejtori i inspektoratit, kryeinspektori unë jam përgjegjës për çdo tejkalim shkelje të ligjit apo çka do tjetër, sepse inspektori del sipas autorizimeve dhe miratimeve të drejtorit. Dhe këtu deri sot e keni bartë mesazhin e drejtë dhe ne asnjë prej neve, sepse këtu punojmë që shumë vite në këtë ministri, nuk barti mesazhe as politike, as nuk e kemi drejt ligjore, po jemi të bartë mesazhin e ligjit për asetet të trashëgimisë kulturore, për zonat e mbrojtura me ligj. Dhe nuk ka diçka tjetër lidhur me këto dhe s'kam çka më shtu diçka më shumë. Kryetari Përparim Rama me 7 prill 2025 njoftoi se ka iniciuar kallëzim penal ndaj inspektorit të Inspektoratit për Trashëgimi Kulturore. Sidoqoftë në konferencën e së njëjtës nga MKRS-ja u tha se 4 projektet e komunës së Prishtinës, sheshi Gjergj Bush, ishulli urban, ai në rrugën Recep Luci dhe projekti në rrugën Agim Ramadani janë pa leje të shkruar për të punuar dhe janë sipërfaqe të mbrojtura të trashëgimisë kulturore.